Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Jemi rikthyer në rutinë, shtëpia ime është e pastër, por është bosh. Edhe çfarë preferon çdo njeri në këtë jetë, të ketë shtëpinë e pastër apo bosh? Unë preferoj të kem njerëz në shtëpi. Ele mos jetë e pastër. S'ka. Gjithsesi, një ditë e re, kam veshur këtë bluzkën që ja pa të veshur edhe Leana, supozoj. Është nga bluzkat e mia të reja dhe kisha marrë kastilën që t'i vesh me këto pantallonat kapri. Po shikoni pak kpucat. Look at this beauty. I kisha marrë të gjitha këto që t'i kombinoj bashkë. Edhe pse e pyetët shumë njerëz e Leanën për këto pantallonat kapri, i kam marrë të shenjë njerëz. Jo kam treguar këtu në YouTube. Love it, love it, love it. Jam bërë gati. Do marr e çantën time, të ve brenda gjërat që më duhen, edhe do dalëm xhiro. Por sot do marr me vete kameran time të re për të filmuar. Po flas për këtë kameran këtu. Besoj që shumë njerëz e keni parë. Hapet kështu. Taran! Është një mrekulli. Atëherën është Osmo Pocket 4 e reja, doli dje. Ma ka dërguar DJ-ja i këtu e cako edhe po e provoj. Ka Klajdi të paktën një vit që më thot merre këtë kameran se do të voli shumë. Edhe unë i thosha burr kam bler shumë kamera, nuk dua me ta harxoj lekë. Edhe sikur më dëgjoi universi, sikur e tërhoqa këtë bashkëpunimin edhe ma dërguan ata që ta provoj. Nuk mundem të sqaroj lumturinë që kam. Dikush vlerëson kaq shumë punën time dhe më dërgon produkte që ata krijojnë për content creatorsat. Marriti me të gjithë kitin e creators, le të themi, që kishte brenda edhe mikrofon për këtë kameran, domethënë kamera vet ka mikrofon, por ke plusat e mikrofon. Ishte brenda edhe flash që ta vesh sipër te kamera me manjet, edhe të mundesh të filmosh akoma më bukur në dark kur je duke folur te kamera. Plus arriti me lloj filtrash që mundem të përdor që të bëj akoma më të bukura ngjyrat e videove që jam duke tërhequr. Kështu që sot do të marr gjithë të der kamera gjigante që kam, por do të marr këtë edhe ta testoj jashtë si do duket që të filmojm vlog, sepse kam testuar për të bërë skena, por jo për vlog. E di që mbase disa nga juve nuk ju interesojnë këto gjëra, por me këtë ndaj edhe unë lumturinë time të madhe që kam për këtë bashkëpunimin. Kështu që po, le të fillojmë me gjërat tonë. U rikthyem te ditët e beharit though. Na ridoli dielli, unë vesha e trençin se thash mbase do kem ftohtë, por jo, nuk kam fare ftohtë. Kështu që do e lë në makinë, sepse po mendoja mos më bënte burin ai foto të bukur, a? Ta kesh gruan kaq të bukur, të vishet, të rregullohet, mos i beshen foto është turp. Je në dark, pash në ender, sikur ishin dy gjerprin, e njëri nga këta më kafshovi, po më kafshovi bluzën, jo dorën. E unë po e mbaja nga bishti që mos më kafshoj dorën. E po thrisja ma, e po vrapoja të shkoj të gjej mamin që të më ndihmoj, po nuk ishte as sekundi mam. Edhe të gjitha këto gjëra ndodhin te shtëpia në Kapshtic. Don të më sqaroj dikush nga ju që kupton çfarë do të thënë kjo ëndra, çfarë don të më komunikoj universi, sepse u zgjova dhe isha shumë e trembur. Edhe diçka do të thonë të gjitha këto, por unë nuk po i kap senjale. Prandaj ju lutem në komente më jepni një sqarim, sado të vogël që është. A shifet që ka vënë aty? Atë që pastron xhamin. Sa të bukur ai që janë këto burri, dua të gjitha. Ishte shumë nice xhiroja jo, nuk naqa. Sepse kishte pazarin, ishte plot me njerëz, edhe po mirnin edhe diplomën e universitetit studentët, kështu që ishte plot me student, edhe këtu studentët kur mbarojnë universitetin e marrën diplomën, i vejnë një varë, se ta them tani nuk quhet varë, një kuror me lule në kokë. Është shumë e bukur ta shohë si traditë. Në Greqi për shembull nuk e kemi këtë. Është diçka super mega italiane më duket. Pozoj që çdo shtet ka traditat e veta. Po pëlqas vape, nuk po duroj dot. Kleti ka vajtur të paguaj parkimin. Dua ta heq këtë bluzën. Mora e trençin unë, se thash nuk e di, do ketë ftohtë. Ja, është mund të jenë tani 25 gradë. Edhe do shkojmë në shtëpi sepse po na pret lushe që të haj drekën. Dhe shumë të ulemi të hajmë diçka këtu, por nuk e llogaritëm mirë që ta kishim ushqyer Milon para se të ikëm. Dhe po ta kishim ushqyer, okay, po tani më dhim se ti shkreti. Ulem mund të ha edhe taleate të më presi. Duhet të kujtojmë që kam mish të grirë në frigo e duhet bëj qofte, sepse pastaj do më skadoj ai mish i grirë. Duhet të kalojmë edhe të marrim letra të lagura për kam ka të lushës se kanë mbaruar. Po përtoj tani më ka rënë ky dielli në kokë edhe gjithë kjo vapa e nuk dua të bëj asgjë realisht. Erdha në Tigota për leckat e lushës, për këmbkat e vogla që ka të bukura, por e di që më duhet e diçka tjetër këtu. Hallisht nuk e di çfarë tjetër më duhet. Nuk e mbaj mend fare. Më duket që edhe ashtu për çimentot më duhet. Po, ilaç për çimentot. Ore mirë që më doli para edhe pash. Zaks desha, ja, Zaks desha për xhamat. Zaksi që ka një plusin falas, kështu thot këtu. Unë ngarkoj
pakova si derë tani. More ti letrat e lushes. Këto janë letrat që i marrë bukuroshi tim. Aman, edhe unë të dua me luqe, edhe unë të dua shumë të dua unë të. Te kemi bënuar drejkë. Cenka i me ti, cenka mi o ti. Na 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 dell'oscurità na 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 na. Okej. Mora azakset që shqyqyru kujtova, plus kishte kolinozat një plus një dhurat, prandaj mora 4. Gjithmonë kemi kolinoz në shtëpi, sepse imagjinoni të zgjojnë një ditë në mëngjes. Dim të gjithë si është goja jo në mëngjes. Edhe mos kesh kolinoz, është një nga gjërat që urej më shumë në jetën time të më ndodhen. Të ka ndodhur shumë herë do thuash jo, po një herë më ka ndodhur. Edhe që në atë një herë më ka ngelur traumatike. Mora këto letrat, gjas me thithën ngjyrën e rrobave në lavatriçe, desha pakon më të madhe, nuk e gjeta. Mora këto të lushkës. Ku është ky? Ti e di shumë herë çfarë duhet bësh për snaketo, duhet bësh hopleto njerë, dalës gjira, vjeni fare hopleto e dopo snaketo, vjeni, hopleto. Kjo kamera më ndjek. S'ka. E dini çfarë bën? Ka zhvilluar një teknik Milo tani. Vjen, na lyp ta haj, edhe mbasi hengri, del jashtë se e din që sa herë do dal jashtë bëj nevojat sa të futet brenda do haj prap. Kështu që vjen lyp han e pastaj del jashtë dhe rivjen të rihaj. Ose mendojmë neve që ka zhvilluar këtë teknikë edhe qeni është thjesht qen. Ai nuk ka zhvilluar asgjë. Nice. Klajdi mori kokat e erojtësisë të vet. Gillette Fusion 5. Edhe mora edhe Dove. Edhe mora me what this one is called passion fruit and lemongrass thot. Që duat mbajer në këtë jetë? E shikoni këtë bukuroshin tim atje që po pret të dalë t'ja laj kemkat. Lajmë kemkat tona të bukura. Po më krijon shumë kënaqësi e lumturi filmimi me këtë kamerë. Nuk e di pse që është e re, nuk e di po më duket si lodër kjo kamera. Tani do marr snack cunimi bukur. Mirë mëngjes, nga dita tjetër, mund të kemi këtë kohë gjatë gjithë vitit. Erdhëm të pim kafen ton, jemi zgjuar sot në orën 6:30 me Klajdin, me nerva të dy, sepse Klajdi sot duhet të dërgonte rrobat e bazarit. Po Klajdi nuk u zgjua në mëngjes, u zgjua gjysmore mbasi duhet të kishte bërë punën, edhe më zgjove e mua më tha, "Gru, ora është kaq." Tash burr mos ja fut kot. E pastaj nuk nazin të gjumi të dyve, nga nervat, nga sikleti, nga meraku, nga çfarë do bëjmë. Kështu që në orën 6 të mëngjesit ne rinim kërkonim mënyra të reja për të dërguar robat. Edhe na zuri përsëri gjumi nga ora 7:30, vjetëm deri në 9. E tani përfundimisht u çuam, tham basta, krevate gjumë. Edhe kështu ka filluar dita jon. Me terslek. Thoni ti je në ato gjarprint që pash në ëndrrën time, që ju thash. Mund të jetë edhe ajo, nuk e di. Në shtëpinë ton momentalisht mungon kafja, që duhet të shkojmë ta marrëm, sepse burri im ka filluar pin 3 kafe në ditë. Një periudhë tha, "A do le kafen?" Edhe u mundua, e la, ose pinte 1 në ditë. Tani dhe 4 në ditë kafe. Është e mirë ajo kafja, po. Por të paktën e pi pa sheqer, kështu që gjysma e të keqes. Edhe desha të kaloj një xhiro nga Stradivarius, Bershka, këto dyqanet, desha të shoh për ndonjë bluzkë. Bluzka të thjeshta, komode, për ditëshmërie. Të kenë një diçka të jenë cutesy. Mos jenë thjesht bluzë bardh, se kam të atilla. Por të mos jenë edhe bluza që i veç për mirë kur del në darkë apo që të hash diçka. Nuk e di, po do gjej atë që kam unë te truri, por hedhëm një sy, why not? Bën shumë vap. Nuk arri do t'ju sjaroj çfarë vape bën. Edhe nuk kemi kondicioner në makinë sepse është shpuar diçka e gazit, është shpuar radiatori. E di unë çfarë është radiatori? Jo, po e di që është i shpuar e nuk mundemi të përdorim kondicionerin. E po vërtet vape. Ky këtu është njëri opsion, më pëlqen. Ju thash, e dua të thjesht, po ka edhe një diçka. Mbase kështu e shikoni pak më mirë. Kam thjesht frikë mos më dalon sutjenat kur e vesh. Edhe kjo e bukur është. Ka këtë si tip shalli që lidhet. Është nice. E dini çfarë? Kjo është plot me xixa. Edhe nuk po kërkoja asgjë të këtill, por më duket që është cutesy. Halli është që. Ku do i vesh unë këtë si set? Asgjë nuk bleva si përfundim. Sepse kur unë dua të ble, të gjithë dyqanet vendosen të kenë gjëra që mua nuk më pëlqejnë. Kam këtë katshë e pepe, po ma hajnë makarona me katshë e pepe, po nuk e di po mjafton. Kaq salca, po do duhet të kisha më tepër. Miq të grirë, sot duhet bëjmë qoftet, a? Si s'ben. Mund edhe të ketë skaduar. Ka një probabilitet të madh që ka skaduar. Ndje në darkë porositën pjatina më ka ngelur kjo. Ta thot tani si para puke, si antipasto e ka. Edhe ftohtë është shumë e mirë. Kalova nga të përdorurat edhe mora këtë librin, që po ta shikoni është shumë i madh, është gjë shumë e rëndë, është nga Mondadori, Gdotikosikos, si thuhet, ata që nxjerrin libra më i famshëm këtu në Itali. Edhe kishte disa libra, kishte pasta, risotto, unë mora këtë me antipastën, thjesht se më pëlqevi kjo, si dukesh e jashtë, se dua të veç sa si raft ka aty në kuzhinë dhe dua të vë edhe një libër gatime italiane të cilën nuk do lexoj
kur e nuk do realizoj kur, po që të duket bukur. Edhe gjeta edhe këtë shportën, që këto pjesët i ka qeramik. Është e berë në dorë edhe lyer në dorë. 50 cent kjo, 50 cent kjo. Nuk e besoja dot as vetë çmimet që kishin sot. Dhe më rastisën ca revista vintage para edhe i mora, okay. Kjo revista ka në mes këto gjërat këtu. E them, çfarë janë këto gjërat këtu? Çfarë është kjo? Për çfarë duhet kjo? Se janë vetëm viza njërin tjetrën. Edhe kuptoj që është patroni për të krijuar rroba njerëz, për të bërë bluzë, ja të tregon fustanin që mund të bësh me këtë ose fustanin që mund të bësh me këtë, edhe këto këtu janë këto. Me thënë hapti këto, vjen sipër copën tënde dhe pret në bazë të çfarë të tregojnë këto. E më duk shumë wow kjo gjë, sepse e haroj ndonjëherë që dikur njerëzit nuk kishin internetet, hynë të shohin video në YouTube ose të marrin informacion nga chati, por duhet të blinin revista, enciklopedi, libra që të mësojnë diçka të re që i duheshe. Edhe më pëlqevi shumë kjo gjëja. More edhe këto dy librat që duken kaq të bukura njëri sipër tjetrit, shumë estetik, shumë vintage, edhe i shtova këtu te ky koleksioni, që kam akoma këtu këtë llambën që nuk shkon këtu kjo llamba, po nejse, whatever. Shikon sa bukur duket pjesa tjetër. Përsëri në makinë, morëm edhe qenkuletën tona të mbrapa, edhe burrito këtu, edhe do ikëm të hajm akullore, frozen yogurt me Nutella, një ëmbëlsirë, një merenda si thënë këtu italianët, plot shëndet, plot me nutricion, plot me polisterin, diabet, sheqer, por është ëmbëlsira e shpirtit. Ajo është që nuk kuptojnë këta nutricionistat, këta dietologët. Duhet një ëmbëlsirë ta kesh aty në momentet e tua të vështira të jetës, që të kupton, që të mban dorën e të thotë çdo gjë do shkoj mirë. nuk më pëlqej me lule shtrydhe. Herën tjetër do marr pa. Un knace me zero, knace me gelato. Ah ha 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 ha. Do i bëj edhe një pastrim makinës të kafes. Just beat it, just beat it. Me zor po pres të dal filmi Michael Jacksonit, del javën tjetër, me zor po pres të shkoj ta shoh. Po dalën shumë filma të bukura këtë vit, sepse po pres të dalë edhe Devil Wears Prada 2, obviously. Nuk e mbaj mend kur del ai. Në Milano kishin bërë gjithë ato gjëra me Devil Wears Prada, kanë dalë edhe bizhame në Primark, kanë bërë shumë gjëra të bukura. Po njëherë mendoj, pse nuk jetojnë në Milano? Pse burri im jeton në këtë vendin këtu? Këtu, s'ka asgjë asgjë, nejse, këtë kisha të shkruaj. Kisha kërkuar filmat Michael Jacksonit. Ekziston në një ose dy më duket, po janë shumë filma të këqij. Nuk më pëlqen fare as si janë filmuar, as si janë ideuar, as aktorët, nuk më, jo. Domethënë i kam filluar edhe nuk e kam mbaruar kur, që të kuptoni sa shumë nuk më pëlqyen. Dhe ishin edhe me pagesë të Amazon Prime, edhe prapë nuk i pash. Është edhe një podcast se thonin para disa kohës që thoshte po duhet të ndajmë artistin nga arti vet, sepse shumë artista mbase nuk janë njerëz të mirë. Për shembull, për Michael Jacksonin thuhet që ka pas qenë te Shirley Epstein ose kishte dalë nami që ngacmonte fëmijë të vegjël. Tani nuk e dim po është realitet apo jo, sepse mund të jetë realitet, edhe po është realitet, atëherë sado gjëra të mira që ka bërë ai si artist, unë nuk do të desha ta mbështes artin e tij. Nga ana tjetër them, edhe po jam fjalë thjesht sepse ka qenë artist shumë i madh që ta ulën, që të krijojnë propaganda, por në çfarë pikë fillojmë të ndajmë artistin nga arti? Sepse po të jetë një muzikist, është më kollaj të thuash, nuk më intereson arti jot, e heq nga jeta ime. Nuk dua ta di për atë që bën ti, për evolutionin që sjell te skena muzikore, ose te skena e filmografisë, e fotografisë, e njerëz e tjetrës. Por ai artisti, është Da Vinci për shembull, që ka bërë gjithë ato zbulime të mëdha me të cilat ne si njerëz kemi hecur përpara. Po ai personi artisti është një doktor që ka krijuar test papin që na shpëton nga kanceri në mitër. Po është një shkencëtar ka krijuar penikilinën. Nuk e di, atje do ndaje artistin nga arti, do me thënë, po kishte krijuar këta, kishte zbuluar një gjë shumë të madhe që do na shpëtonte jetën realisht, por ishte një njeri i keq. Çfarë do bëje? E më vjen inat me veten time që nuk di të jap një përgjigje. Se mund të them më kollaj që po nuk do dëgjoja Michael Jacksonin se është njeri i keq, po një shkencëtar nesër pas nesër nxjerr shpëtimin e kancerit. Do i themi nuk e duam neve zbulimin tën sepse je edhe njeri i keq. Okej, mund ta themi, por ka kuptim ta themi. Si përfundova ta bëj
filozofike të gjithë këtë prap? Nuk e di. Por po i keni menduar ndonjëherë këtë si gjë? Po i keni diskutuar ndonjëherë? Do desha shumë të më lini atë që ju mendoni mbi këtë tematikën. Do filloj me qoftet. Merë buzët sepse filmuam një TikTok me Klajdin, jo që të gatuaj. Por them të filloj sepse është bërë pas dite dhe do përtoj më po. Parmigiano. Reggiano. Gru. Reggiano. Ka skaduar. Qa, nga shpik pamja, era nuk e di. Nuk se kuptoj erën. Por erë këtë drejt pamja është bërë pa kafe. No. Nuk do bëjmë qofte. Të mërkurën e morëm, e shtunë e sot. Hajtë shpejt, kjo është tip mishi, besoj. Do të bëj pull. Me që pull mos do bëj. prishet edhe pula. Unë nuk e di pse nuk po ndrojmë kaqore, por i me këto rrobat që dola jashtë, dhe nuk janë të volitshme që të bësh punë të gatuash. Derisa të bëhet mishi me pulën, e dini çfarë do bëj. Do marr do laj brashat e mia, se i pash tani. Thash, unë pse kam haruar ta hiq qafe këta si punë? Vazhdoj luajm ato. Nuk duam të mbushemi me puçra. Thash, jam që jam në banjë, po bëj edhe një dush, derisa të bëhet ajo pula. Mbasi është bërë tani, por edhe sikur të jetë bërë, nuk do shkoj direkt ta haj, sepse dua një herë të laj edhe dushin. Do ta bëj pak mirë ta gryj, por po bëj kremin tim hidratues sepse po më thajt tepër shumë lëkura këto kohë, sidomos kjo zona këtu e buzëve, që unë përgjithësi nuk kam probleme të këtilla, edhe po t'i kem, i kam në dimër, jo në pranverë. Kështu që nuk e duroj dot lëkurën ta ndjej 3 kg hidratim si për vetes. E tani u bëra që të hyj të lajm prap. Pse nuk e la ndushin para se të hysh të lajsh? Se më duket që pastaj lava edhe hyra të lajm nuk do jetë pastaj dushi mjaftueshëm i lartë. E kuptoni sa keq që jam nga ana mendore. Mirë mëngjes. Nga dita tjetër. Ora është 8, sapo u zgjova. Erdha këtu të nxjerr rrobat nga lavatriçja. Sepse dje i futa i lava, e pastaj i futa t'i thaj. Po kur mbarovi tharja, më mbani nerë të keqe njerëz. Kështu që i futa t'i rilaj. E tani do i fus prap t'i thaj e të shpresoj që nuk do ketë erë. Është hera e parë që më ndodh diçka e këtillë. Ndërkohë koha me të cilën u zgjuam është kjo. Shi e lagështi. Vura këtu edhe rroba të tjera në ujë me detersiv që duhet t'i laj në dorë. Ma ka thënë truri të bëj ato qoftet, kështu që vajta mora mish të grirë nga atje ku shesën mish, edhe do i bëj tani që mos ka doj edhe kjo mish i grirë, se nuk më pëlqen të hedh ushqim. Do filloj ta bëj për drek, por duhet të gri parmigianon njëherë. Plus sot po pres të vi buri që kontrollon kontaktorët e ujit. Andaj nuk mundem të spostoj nga shtëpia. Edhe ata nuk të thënë një orë të saktë, thotë do vi që në orën 9 të mëngjesit deri në orën 6 të mbasdites. E unë duhet jem këtu sepse kontaktorët e të gjithë familjeve që jemi në këtë pallat që jemi 3 janë të borim, kështu duhet jem unë për të gjithë. Ore, mund t'i them me dikujt tjetër, dëgjoj, ti je ti. Por barabartë nuk mund ta lë vetë brenda në shtëpinë time, në proprietan time private. Tani unë ta bëj me këtë të voglën, po. Do ishte shumë kollaj, po të ishte çaj grir ky djathi. It is what it is. Ju kërkova receta juve për qofte në Instagram, kështu që do provoj njërë nga recetat që më dërgovi një gocë që është edhe kuzhinjere. Unë nuk kam bërë ndonjëherë qofte me djathë të grirë brenda, por e di që janë shumë të mira me djathë brenda. E po përdor parmigiano që nuk ka shumë laktozë dhe mundem ta konsumoj. Deri diku, do grij edhe gishtat me shumë mundësi. Nuk jam praktike unë te këto gjërat. Tërën, kjo receta nuk thot për qep do. Do filloj këti vetë gjitha bashkë. Preva këtu edhe prezzemolo. Bëjmë një mix cugu aty. Nxora rrobat edhe mbaj në erë të mirë. Nuk e di çfarë ndodhi dje. Për një moment mendova që nuk i kam futur në lavatriçe. Nuk është e vërtetë kjo gjë, nuk e kam bërë, sepse disa nga rrobat i ndeva e disa i futa te tharsja. Diçka vajte gabim, shqyr zotit, tani dolën ashtu si duhesh. Dhe në mend që ju fola për Da Vincin, në përgjithësi artistët e shkencarët që bëra ata bisedën, e dim të gjithë që telefoni na dëgjon. Ky është fakt, nuk është një teori. Edhe më nxori mua tani një video që fliste për sa vjet janë dashur shkencarëve të sotëm të kuptojnë
dizenjot anatomike të Da Vinci. Da Vinci vente pafund dizenjo, jam e sigurt që keni parë disa nga ato, që është një burg kështu, edhe ka influencuar pafund shkencën si e njohëm sot. Në periudhën e tij, ai studionte trupet e njerëzve që i hapte, një teknikë që nuk ishte akoma e njohur në ato vitet, i hapte dhe bënte observimet e veta. Edhe ato që shifte, pastaj i vizatonte, do me thënë kishte martuar, le të themi, shumë bukur artin, dizenjon me shkencën, sepse që je shkencëtar nuk do me thënë që mundesh edhe të vizatosh shumë mirë ose atë që ke në mendjen tënde ta bësh pamje. Gjë që karakterizon Da Vinci. Edhe disa nga zbulimet e atit ishin nëpër fletore notebooks që nuk u publikuan kurrë në atë periudhë, edhe nuk u studiuan për pafund vite. Një nga këto ishte për zemrën e njeriut, për anatominë e zemrës të njeriut. Shkencarët sot filluan të merren seriozisht në shekullin e 20 me këtë gjë, edhe disa nga zbulimet e Da Vincit të viteve 1500 janë aprovuar sot, do me thënë 2010, 2020, sot që kemi teknologji, arritëm të themin që po, ajo që para kaq shumë viteve, jo kaq shumë, 500 viteve ai njeri kishte zbuluar thjesht duke observuar, neve arritëm pas 500 viteve të themi që po është e vërtet. Si ka mundësi që thjesht disa njerëz linden edhe janë kaq para? Realisht, akoma nuk mundem ta kuptoj si bëhet që disa trura t'jenë kaq shumë të avancuara, do me thënë ai ishte kaq para kohës të vet, që vështirësovi shkencarët e viteve të ardhshme, dhe nuk mundeshin të arrin të kuptojnë çfarë janë këto dizenjot, si ka erdhur në mendje, është e vërtet kjo apo nuk është e vërtet kjo. Që të duhet të kemi kompjutera ose di un X-rays ose njërin ose tjetrën që të themi po, kishte të drejtë atëherë para 500 vjet. Pse këtu lajme nuk më bëre edhe mua genius në këtë jetë? Do desh edhe unë të arrit të kuptoj si mendojnë këta njerëzit. Dua të hyj te truri një genius, më duket e kam thënë edhe herë tjetër këtë gjë, por realisht e mendoj sa herë që shoh raste të këtilla, që do desha të jem 24 orë në trurin e atyre njerëzve që të kuptoj si funksionon mendja, që kanë, si shohën gjërat, si perceptojnë botën, si perceptojnë idetë në përgjithësi. Jam e sigurt që do jetë shumë ndryshe nga truri jo. E kisha vënë mishin të shlodhet në frigorifer, nuk e di nga çfarë ishte lodhur, po ashtu thoshte receta, ta le të shlodhet. E tani, Kenzora, shumë herë të mirë mbajnë. Duhet të filloj të përgatis, të bëj qoftë. Të ve, Dorashka, pra. Sot me këtë kon e shiut që ka jashtë, dua thjesht të ulem edhe të lexoj. Edhe faktikisht e kam lënë librin tim të Dostojevskit në fund, sepse erdhi Eleana me Davin, edhe nuk e kam kapur që atëherën, kështu që sot mendoj që është dita perfekte, sepse jam kurioze të shoh edhe përfundimin. Do ve pak vaj unë tani në dorë, edhe do filloj të formoj. Opa, në dorë tham, jo në të gjithë bankon e kuzhinës, Angela. Më duket që ka dalë shumë e fortë dho. Duhet të kisha vënë diçka ta zbusja. Nejse, tani le të dalën si të dojnë. That looks so professional, like a chef made it. Who can tell a difference from a chef and me? Nobody. Më jep besdi që duhet të ri të bëj vockla tani këto. Don ti hash, duhet edhe ti besh. Beautiful. Fura ime është gjak ngrofur, e duhet ta laj këtë furën. Do ve dhe timerin, edhe pas që par e një recetë për tiramisu limoncello blueberry. Petlla po mikën njerëz. Petlla. Nuk dua fare ta bëj, sepse edhe ta bëj nuk e hajm unë Klajdi një të tërë. Do desha thjesht një copë ta gjeja diku e ta haja, dua ta ha tiramisu limoncello blueberry tani. Nuk arrit ta kuptoj po jam bërë. Duhet të hap e ta provoj një në pamje. Nuk më duken kaq të bukura e vërteta është. Ndërkohë erdhi edhe i buri kontaktorit. E provove? Jo, nuk e kam provuar akoma. Qoftet janë vetëm një mënyrë që unë të haj mish të kuq. Shumë hëmira ja. Të thash. Në pamje më duken një të bukura. Kështu duke në pamje. Çfarë bëjmë çdo të herë në këtë shtëpi, ndrojmë çarçafe. Sot ditë hançor nuk kisha bërë deri tani, nuk kisha ndruar çarçafe. Prandaj përveshja mengat edhe erdha ta bëj këtë si punë. U bëte një mega aksident sot jashtë, muja shpiston, ju kthe makina përmbys një gruaje, ishte në moshat 50 me 60 aty në mes. Jemi të meruar nga zhurma, kemi dalë jashtë, jetë morën policin, vajti Klajdi çovi ujë gruas të shkret, kënde ande. Ajo kishte merakun e makinës, më tha Klajdi thoshte bobo makina ime ndërkohë që i dilte gjakë nga koka, edhe e kishte zënë gjumi në makinë atë moment. Kështu që bëni shumë kujdes ju lutem kur ngisni, shumë kujdes. E shkreta mendonte makinën. Ajo shoqyr shpëtovi ashtu si u bë.
Mbase duhet edhe ta heqi organin edhe të shtroj diçka më të lehtë. Se në dark plasën vape me këtë. Por gjëja më e lehtë që kam është shumë e lehtë kam frikë. Nis, do merrem me këtë si punë një herë tjetër. Unë javën e kaluar që u premtova që këtë javë do kemi video më të gjatë. Jam klon, ndjem klon në këtë moment. Përsëri do dalë shkurtër kjo video sepse kam filluar një koll që duhej shpërcis band, ishte koll pune. Në orën 6:30 të mbasdites e kam filluar, edhe ora tani është 10, është 10 e darkës, arini ta kuptoni. Kam ngrënë sa qofte që ngelem nga dreka, me buk that pazja duke folur, telefonin e mbylla para 20 minutave, që vajta hoqa robat nga tharëse robave, vura robat e tjera, se kisha vënë një lavatriçe me çarçafët e me peshqirat, palosa ato robat që nxora nga tharëse, vura në përvendë, e tani erdha të heq qelbin e ditës nga fytyra ime, sepse po nuk e bëra këtë procedurë, truri im nuk arrim do të relaksoj totalisht. Dim që kam akoma diçka të bëj, edhe nuk mundem të relaksoj në 100%, duke menduar që duhet hequr edhe kjo si punë. Kështu që thash, po bëj këtë direkt, që tani të shkoj t'ulem te divani, edhe të ri përfundimisht rehat. As nuk avarita të lexoj ashtu si desha.